Mehmet Majzot, nuk e kisha menduar që të bëja një video në Kaba. Familjet Majzot u bën sebeb disa riti që kryenishin për haqë dhe umra që unë nuk i kisha pas ditur dhe desha të ndaj familjet Majzot disa respektime mbi këta rite. Kjo qoshe që po kërkoj të ndoj quhet qoshja e gurit të zi ku fillon rrotullimi rreth Kabës. Ku fillojnë 7 rrotullime dhe çdo herë vini këtu dhe ditën e Shilit që njerëzit të orientohen. Dhe qoshe aty më ta. Profeti Muhammed paqet me të kështu pasën që këtu ngrihet dora dhe thuhet 3 herë Bismillahi dhe Allahu Ekber. Këtu fillohet tavafi. Tani, po themi është, marrim një shembull, ajo që përdoret në ushtri, paraqit forca. Robi paraqitet para Majzot dhe vetë profeti Muhammed paqet me të kështu pasën që këtu është pozicioni më i afërt me Allahun e Madhërueshëm. Dhe gjithashtu çdo profeti Muhammed paqet me të në një hadith tjetër thotë që veprat ngrihen të hënën dhe të ecën. Dhe këtu robi paraqitet me figurë para Allahut, ngre dorën dhe Kaaba po themi është nga ajo që thash në video tjetër që çdo njeri nga ne në univers ka kanalin e vet YouTube ku është regjistruar gjithçka. Çdo njeri, për shembull e Djallit, për ata që do i kërkojnë që të ngjallë prindrit, Djalli nuk ngjallat vetëm se disa shejtan shkojnë dhe mimetizohen tek videogram që thash në për univers gjithë kemi videogramet tona, kanalin tonë po themi në thojnë dhe YouTube, ku është regjistruar gjithçka e jona, shkojnë dhe mimetizohen në një videogram dhe i paraqiten atij njeriu sigurisht që prindërit e vet, por fakt nuk janë prindërit e vet, po themi si me një teletransport. Dhe është nga këtu ku kalon çdo informacion, ngrihet çdo informacion në qiell. Sigurisht më thotë në mbaj kuranor që jemi më afër një ju se vjen nga jugu lare e veta. Por se këtu është ndryshe, ajo po themi ai varg kuranor ka të bëjë me një dimension tjetër, ka koncept tjetër dhe kontekst tjetër. Këtu, sigurisht më zotë nga ka gjithmonë prezent, këtu robi paraqitet me fytyrë para Allahut. Është desha të ndaj që me zotin para njeriu ta ketë emocionin, të ndjej emocion tjetër kur paraqitet para Allahut. Sigurisht edhe duhet të lutemi që ta ndjejmë. Dhe hajmë më zot për lutje që më mundsoj, desha të ndaj gjithashtu, duke kërkuar më zot që këtë takim ma bëj takimin më emocione tjetës time, sepse është me Allahun, sigurisht duhet të jetë i tillë, ndërsa vizita duke profetit Muhammed paqet me të jetë takimi më emocion, përsa i përket takimeve me njerëz, sepse ashtu duhet të jetë gjithashtu. Për të marrë një shembull, të ilustruar një shembull, jo më kot ne në namaz gjithashtu drejtohemi drejt këtu. Imagjino të flas me dikë, apo të regjistrosh një video me dikë, të dërgosh dhe ti flas me shpinë kthyer. Ndërsa ne ku dalim, ku kthehemi me fytyrë këtej, është sepse paraqitemi me fytyrë para Allahut. Sigurisht është e tham më afër. Për ta ilustruar një shembull tjetër, imagjino për shembull kur ne nisim një mesazh me telefon, e mesazh para shkon tek antena e asaj kompanie, tek serveri e kompanie, asaj kompanie, pastaj tek njeriu që deshi robi të dërgojë një mesazh. I Majzot i merr dhe i regjistron veprimet tona, thashë janë të regjistruara në librin e universit. Dhe jo më kot Majzot e ka futur në vargun 75 në sura 22 që titullohet Hax, gjithashtu jo më kot në sura që titullohet Hax, vargu kuranor ku thuhet që i Majzot din dhe dëgjon gjithçka që njerëzit ta dinë,
që i majzot din, shikon dhe dëgjon gjithçka. Vargu 75, numër 75, ndërsa sura 75 titullohet Kiamet, sepse ditë paraqiten veprat. Gjithashtu i majzot i më këtë thotë që kthejeni fytyrat tuaja nga do që të dilni këtej. Pse? Është shenjë respekti dhe gjithashtu i majzot thotë Kur'an ja treguam Ibrahimit paqja me Allahut vendin ku ndërtonte Kaaba. Pra nuk është kot këtu. Pse? Thotë i majzot që ta dinë njerëzit që unë di gjithçka çfarë kanë qiell dhe në tokë. Dhe jo më kot është këtu në pozicion me rolin që ka, përveç asaj që ka thënë profeti Muhammed paqja me Allahut që në qiell është një Kaaba tjetër ku bëjnë tavaf ëngjit, edhe 70.000 ëngjëj dhe që nuk kthehen më sepse nuk u bie radhë që kthehen më që bëjnë tavaf. Dhe është direkt e lidhur, po themi në pozicion është direkt mbi këtë Kaaba. Dhe po themi si një nga ato vorgullat, entanglement ka dhënë informacionet në qiell. Sigurisht edhe kur dikush mund thotë po bëhet edhe në herën e dytë, në rrotullimin e dytë. Sigurisht tavafi, rrotullimet, po themi në formë simbolike është po themi një udhtim në 7 qiejt, takim po themi simbolik me thënë Zot, dhe sigurisht në çdo kat, po themi si një pallat, në çdo kat ka portën e vet dhe paraqitet në fytyrë përshëndetje në çdo kat dhe regjistrimi në çdo kat për atë njerëz, për çdo njerëz. Dhe më Zot, na mëson të besimtarë të muslimanëve edhe haxhin edhe umrën. Amin. Pra si që thanë, ka një pikë ku shkojnë regjistrimet, veprimet në njerëzve në tokë, po themi me një kompani telefonike, edhe qiell tokë ka një vend, dhe ky vend është Kaaba, ku ngrihen veprimet, çdo regjistrim. Për shembull, profeti Muhammed paqja me Allahut thotë në një hadith që leximi i surës 18 ditën e xumës ka dritë nga xhumaja tek xhumaja, ndërsa nëse lexohet natën ka dritë deri tek Kaaba. Pse tha Kaaba? Për shembull, sepse dikush mund të lexojë surën 18, por është këtu në Mekka, është në Arabi. Kurse unë në Shqipëri jam më lart, por zuri shembull gjithmonë Kaaba, pavarësisht distancës. Zuri vendin, sepse këtu vinë paraqitet diçka dhe ngrihet lart në qiell e regjistruar, po themi si në një videogam. Vai insallu. Nëse dikush thot po po themi Miraxhi, u shkoi edhe në Jeruzalem, në Quds, profeti Muhammed paqja me Allahut, ose më përpara do të thoshte fytyrat andaj, gjithsesi piknisja nis nga këto. Ose tjetër, siç e thash, nga antenat tek serveri etj. Piknisja që ngrihen këtu për në qiell, dhe pavarësisht itinerari që ndiqet pastaj, është këtu në Kaaba. Sepse u nis nga këtu për një Miraxh. I majzot në një vakti të gërënërë thotë që është orientim për gjithë botrat ky vend, është nënë e qyteteve dhe që thotë kemi paralajmëruar nënë e qyteteve dhe që shpërndahet edhe për rreth saj, domethënë i quhen për rreth qyteteve të tjera, që i bie që është epicendra. Dhe siç e thash në vaktin të gërënërë, po thuhet ne ja treguam vendin Ibrahimit paqja me Allahut, që njerëzit ta dinë që i majzot i diçka çfarë kanë qiell edhe në tokë. Pikërisht për këtë që thamë e disa udhëtie të tjera mund të ketë, që mund t'i dinte vetëm i majzot. Dhe sigurisht që dikush thotë pse përpara udhëtonin nga Kutsi, i majzot në Islamin ka e la për Islamin, ka ditur si do ndodhin gjërat dhe përmbushi Islamin që ditën e fundit me ritjet e saj për gjithkohën në vazhdim, për gjithmonë deri ditën e Kiametit. Dhe e ka për fen Islamin. Sigurisht përveç se këto e përsërisë se thashë njeriu, Zotin para të ketë më shumë emocion kur e bën haxhin, kur e bën umrën, kur e ngjet dorën, kur erdhe korrotullohet, kur bën lutjet, sepse po paraqitet direkt në distancën më të afërt para Allahut me fytyrë, po jep forcën, po themi si sa gatitu para komandantit. Nëse marrim një shembull ushtarak. Dhe në fund desha ta përmbyll me diçka tjetër, përse përket tavafit, nga eksperjenca që pata,
nuk është mirë që të ndryshosh direkt drejtim, sepse disa njerëz duhet të ngresh dorën, siç ndodhi disa raste për shembull, ku po bëhen gati po merrin moshës madhore njerëz përpara, sepse ishte ndaluar diku dhe ku ngret dorën nuk është se duhet ngret dorën nuk është se duhet ndaluar shumë, të themi. Por, kur fillon rrotullimi, por gjithsesi nuk duhet kërkuar të ndryshohet ndërtimi direkt sepse turma vjen dhe mund ta marrë përpara. Thash, prandaj më zot disa në 2 herë u thash aty që ishin pasur ndalonin sepse po merrin përpara njerëzit. Gjithashtu nuk duhet abuzuar me kryen e namazit që penguj, për shembull, po marrë shembull policinë këtu, që kur ishte koha e tavafit, ju thonin njerëzve tani nuk është koha e namazit, është koha e tavafit. Liro rrugën e tavafit, ose kur ishte koha e namazit, tani thonë nuk është koha e rrotullimit, domethënë, tavaf e rrotullimit, po është koha e namazit. Dhe nuk duhet abuzuar, po themi sepse gjithë duan bëjnë tavafin, dhe kur është namaz, gjithë duhet bëjnë namazin. Dhe duhet pasur kujdesin e pash, thash gjithashtu që kjo vjen dhe për hoxhallar, kur ju tregoj njerëzve që njeriu duhet të kujdesë, nuk është se duhet nisë dhe duhet shikoj përpara, mos nisë njerëzit. Në marrë mos me di me nalu, mos din të ndalon. Dhe gjithë gjithçka, kjo quhet ajo që quhet Mekama Ibrahim, nëse e shqiptova mirë, dhe bëri përshtypje sot pash atë hoxhën e imamin e Qabes, që me mirë sjellje sigurisht, ju afrua disa persone që e tepronin me fërkimin e asaj strukturës që është aty, apo qoftë aty ke guri, domethënë nuk duhet kaluar në teprime, duhet pas parasysh gjithmonë i Majzot, e Majzot na mëson gjithmonë në adhurime, pa kaluar në teprime, që zemrat sepse e kanë bërë, ndaloj Zot që të vinë asaj pune, po domethënë nuk duhet tepruar. E përsëris, kjo është Kaba, këtu më vjen vëmendje Majzot që ma ka mësuar tash në mësot haxhin dhe umrën gjithë besimtarëve gjithë muslimanë në botë. Këtu robi paraqitet më afër me Allahun, paraqitet me figurë, këtu ngrihen veprat. Nëse do ta shikonin, po themi me sy, do të shikojnë për ata që nuk e dinë, engjëjt janë Majzot i kanë krijuar nga drita, dhe informacioni transmetohet me dritë. Po të kishim, po të ndronë dhe Majzot ato që kemi, do të shikonim veprat që kalojnë këtu dhe ngjiten në qiell fiks, po themi si siç ato që digon, po themi kur ngarkojmë një video në YouTube, nuk është se shkon diku i herë, pastaj shkon në Kaliforni dhe nuk shkon direkt, po themi nga Shqipëria në Kaliforni ose nga këtu në Kaba dhe në Kaliforni, ka një piknisje, po themi në server një antenë, nga ku shkon dhe pastaj niset për në Kaliforni. Dhe Majzot që ka një video të madhështore, subhanallahu, jashtëzakonshme, unë e Kabës.